A ke qu? Atë. Unë po thamë atë përsëri, urime hapje e kishës fore, edhe urime gëzuar për shumë të pashkët. Unë jam vërtet i gëzum që ti ke arrit me hapë në fund. Ato që kena nis nga fillimi. Nga fillimi. Unë falenderoj shumë që erdhe na vizitove Mitropolinë tonë. Është kënaqësi për herë që njerëz si ty që kanë ndrenjur afër jo kishës ortodokse, po të gjithë atyre shqiptarëve që kanë dashur të dëgjojnë zërin e kishës, ti e ke bërë të mundur këtë gjë duke më ftuar vazhdimisht. Edhe patjetër që kjo jo vetëm për mua është vlerësim, por mendoj për të gjithë besimtarët dhe jo vetëm besimtarët, por ata që e ndjejnë veten dashamirës, ata që e ndjejnë veten patriotë. Që unë të falenderoj. Edhe uroj Zoti qoftë me ty dhe me familjen tënde. Faleminderit po ashtu. Dhe me një djalë, a me një vajzë. Fëmijët janë bekim, kështu që o djalë o vajzë, gjithmonë i lumtur, edhe ke me gjithë zemër lutjet e mia, lutjet e kishës tonë, edhe lutjet e gjithë besimtarëve për kontributin që ke dhënë deri sot. Faleminderit shumë, unë jam vërtet jam i gëzuar që i ka arrit me hap, domethënë peshkopatën në Kosovë dhe ka arrit me çua manetin vend të fanulit madh, i cili ka pas gjithmonë ëndër me pas kishën ortodokse ato që fole shqiptare në Prishtinë, dhe po besoj që ti ke arrit me çua manetin vend të parëve. Kjo domethënë është merit normalisht të gjithë shqiptarët, po veçanërisht është merit e atë Nikola Gjukës, unë apet për thamë atë, edhe pse kjo është peshkop, për nësi se ashtu jemi rritë bashkë. Mban mend që atë kam thënë një fjali disa vite më përpara dhe kam thënë, o Sadri, do vi koha që do bëhet edhe kisha dhe mitropolia dhe gjithë do bëhet, do vi koha. Edhe se më thoje që atë Nikol po të sham ky, po të bën ai, po ky, po ai. Edhe ato që më kanë shajt, sot kanë ardhur më kanë uru pashkën. Më kanë ndorën. Veprat flasin. Prandaj gjithmonë edhe unë edhe ti kemi thënë njerëzve që lëri kohën të flasë. Koha tregon gjithçka, s'është nevoja të mburresh ti për veprat e tua, të mburrem unë për veprat e mia, etj. Koha flet. E vërtet, po këta domethënë që jenë djetë, domethënë ke marrë ndonjë mesazh apo diçka? Shumë mesazhe, unë me thënë drejtën tani nuk e kam hap telefonin, vetëm kur marrë ti e hapa. Po këta që janë mundu më të akuzu të ankohen, se të shohin pak se një therën. Ato të rinë të flenë gjumë në shpi. Po besoj që këtej puna vazhdo. I ke zonë gjumë po besoj. Këtej puna vazhdo. Po edhe një fjallë për Laerti. Për Laerti do të... Laerti me patjetër e kohë do të me orë për të vizitua. Patjetër. Se edhe aja është meritur për këtë sukses tonë. Patjetër, ai ka bërë një... Se kjo është sukses i jashtëzakonshëm, ma do të me... Kjo është një sukses historik, edhe unë jam ndjerë shumë i privilegjuar që kisha vizitor sot. Normalisht prisja të vinë të dalë Bin Kurti. Kryeministri, po. Kryeministri nuk erdhi. Ndoshta me siguri do të jetë. Ai ka punë të veta, patjetër, ne e presim. Dyert e Mitropolisë janë gjithmonë të hapura për njerëz të bekuar edhe për njerëz që e duan Zotin edhe vendin, edhe popullin. E kemi një të përbashkët në Lajr Vasilin, nëse s'ka bëjt të të jemë qytetar, ndërët kishës. Po, që të jeni të vetmit. Keni marrë një ofiqit e ne, një grad kishtare nderi i kishës. Po, Visarion Xhuvani, për shkak të dialektit të tij, nuk thoshte nderi i kishës, po thoshte neri i kishës. Dhe mban mend kur thash, ose Adri thash, si ta shkruaj, thash, të vjetrën thash apo të re. Ndej njerëz se aty kohë shkruaj të re se do na gjej me laja, shkruaj të re. Unë të falenderoj dhe janë shumë që na prite, ti e hapur gjithmonë për shqiptarët veçanërisht për mua, falenderoj shumë, jam shumë i mirë. Në Ulpian keni përballë. Zyrët i pas ka rregulluar shumë bukur, veç të uroj fat, sukses edhe sa më shumë besimtar. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Adiko. Faleminderit. Respekt e Edhe faleminderit. një vezë ta marrësh. Pashë, faleminderit shumë. Gëzuar për shumë jetë. E Pulës kjo sigurisht. Po, e Pulës. Ajo është e gjelit. Faleminderit.
A këtu i bane nëllë, po. A këtu i bane